E drejta për të votuar konsiderohet një nga shtyllat kryesore të demokracisë. Megjithatë, në zgjedhjet e kaluara, një numër i konsiderueshëm qytetarësh nuk e shfrytzuan këtë të drejtë. Pikërisht për këtë arsye, gjatë gjithë fushatës zgjedhore është bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe në procesin e votimit të 7 qershorit. Ekipi ynë ka biseduar me disa qytetarë për të kuptuar se sa të rëndësishme i konsiderojnë zgjedhjet dhe se a do të votojnë. Pa dyshim që po, një vot plus, një plus për neve. Çka prisni nga këto zgjedhje? Po, besojmë që ma mirë, çdo gjë ma mirë, sidomos kur del me votue, çdo gjë ma mirë presim normal. Do dal. Jam dal edhe për por, çdo zgjedhje jam dal. Edhe tashti, fort mirë. Presim që të tordhën të bëhet më mirë. Obligimi kemi si qytetar me dal për më të mirën. Për këtë vend, inshallah, bëhet më mirë. Një tjetër qytetar shpreson se zgjedhjet e 7 qershorit të sjellin zgjidhje për sfidat me të cilat përballen qytetarët. Neve këto zgjedhje nuk kanë bërë si dukuri pa këshmesht. Po shpresoj se kësaj radhe do të vi deri në zgjedhjen. Besoj se edhe këto parti do të investohen se duhet diçka më ndërmarr, duhet një bashkëpunim, një koordinim i përditshëm që të kalohet kjo krizë, sepse nuk kemi në luks çdo 3 muaj ose 2 muaj me shkon zgjedhjen. Se nuk po bëhet zgjedhje, nuk po bëhet zgjedhje. Kur do të del nga ajo. Kështu që shpresoj se kësaj radhe do të krijohet një ndjesi tjetër, një kërkesë tjetër që të japim fund kësaj maratone zgjedhore. Mbetet të shihet se sa do të jetë pjesëmarrja e qytetarëve në këto zgjedhje dhe nëse thirrjet për dalje masive në votime do të reflektohen në ditën e zgjedhjeve.